Surja Lukman, Mekase, 34 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Këto janë vargjet e librit plot urtësi, udhërrëfyes dhe mëshirë për punë mirët, që kryejnë namazin, japin zeqatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër. Këta janë udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Ka disa njerëz që sajojnë tregime të kota për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t'u tallur me të. Njerëz të tillë i pret dënimi poshtërues. Kur ndonjërit prej tyre i lexohen shpalljet tona, ai e kthen shpinën me mendje madhësi, sikur nuk i ka dëgjuar, sikur janë shurdhuar veshët. Andaj, jepu lajmin e dënimit të dhembshëm. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të gjenden në kopshtet e dhuntisë, në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtet. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Ai i ka krijuar qiejt pa shtylla të dukshme, ka dhënë male të palëvizshme në tokë që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndar në të gjithë farë gjallësash. Ne e zbresim ujin nga qielli dhe nëpërmjet tij kemi bërë të mbi çdo lloj bime i mirë. Ky është krijimi i Allahut. Më tregoni, çfarë kanë krijuar të tjerët pos tij? Asgjë, por keqbërësit janë vërtet në humbje të plot. Ne i dham Lukmanit urtësinë duke i thënë: falenderoje Allahun. Kush është falenderues e bën për të mirën e vet, dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit duke e këshilluar: o djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Ne e kemi urdhëruar njeriun që t'i nderoj prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Ne i tham atij: bëhu falenderues ndaj meje dhe prindërve të tu. Tek unë do të ktheheni të gjithë. Nëse ata orvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk ke dieni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. O djali im, edhe veprën e rëndë, sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmb, në qiej apo në tokë, Allahu do ta nxjerrë në shesh. Me të vërtet, Allahu njeh mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë. O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Me të vërtet, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, se Allahu nuk i do mendje mëdhenjt e mburracakët. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ulët, se zëri më i vrazhd është zëri i gomarit. A nuk e shihni se si Allahu
ju a ka bërë të mundur t'i shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë, dhe ju ka mbuluar me dhuntit e tij, të dukshme e të padukshme. E megjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kurfar dienie, pa kurfar rrëfyesi dhe pa libër ndryshues. Kur atyre u thuhet, ndiqni atë që ju ka shpallur Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim fenë të parëve tanë. Kështu është, edhe pse djalli i thërret ata në dënimin e zjarrit. Kush i dorëzohet Allahut me tërqenjen e tij, duke qenë punë mirë, ai është kapur për vegën më të fortë. Tek Allahu do të kthehet çdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, ti o Muhammed mos u brengos nga mohimi i tyre. Ata do të kthehen te ne, e ne do t'i njoftojmë për atë që kanë bërë. Me të vërtet, Allahu di çka në zemrat e njerëzve. Ne, ata do t'i kënaqim përkohësisht në këtë botë, e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër në botën tjetër. Nëse ti, o Muhammed, i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Me siguri që do të thonë, Allahu. Atëherë, ti thuaju, qoftë lavdëruar Allahu, por shumica e tyre nuk dinë. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Vërtet, Allahu është i vetëmjaftueshmi dhe i denjë për lavdërim. Sikur të gjithë drurët që gjenden në tokë të ishin pena, e deti boj shkrimi, e t'i shtohen atij edhe 7 dete të tjera, nuk do të shtereshin fjalët e Allahut. Pa dyshim, Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve është njësoj si krijimi i një njeriu të vetëm. Vërtet, Allahu i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk shihni se Allahu e kthen natën në ditë dhe ditën në natë, se e ka nënshtruar diellin dhe hënën, e secili lëviz për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë çfarë punoni ju. Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, ndërsa çfarë adhurohet në vend të tij është e rreme, dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërisëm. A nuk e shihni se anijet lundrojnë në përdet me dhuntin e Allahut për t'ju treguar disa nga mrekullitë e veta? Këto janë vërtet tregues për çdo njeri të duruar dhe mirënjohës. Kur ata i mbulon vala si pëlhur, e thërrasin Allahun me devotshmëri të çiltër, por sa po ai i shpëton, duke i kthyer ata në tokë, një pjesë e tyre lëkunden ndërmjet besimit dhe mosbesimit. Në të vërtet, shpalljet dhe mrekullit tona i mohojnë vetë të mashtruesit dhe mosmirënjohësit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj dhe friksojuni ditës kur prindi nuk do të mund ta ndihmojë as pak fëmijën e vet, e as fëmia nuk do të mund ta ndihmojë sadopak prindin e vet. Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt. Prandaj, mos e lini jetën e kësaj bote t'ju mashtroj, dhe as djallin mos e lini t'ju mashtroj për Allahun. Pa dyshim, vetëm Allahu e di orën e caktuar. Ai e zbret shiun dhe e di çka në barkun e shtatëzënës. As një njeri nuk di ç'do të fitoj nesër, dhe askush nuk di se në ç'vend do të vdes. Me të vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe njohës i çdo gjëje.